Më 12 tetor të 1972-shit, 45 pasagjerë dhe ekipazhi hipën në fluturimin 571 të forcave ajrore të Uruguayit, udhëtuan përmes maleve të Andeve nga kryeqyteti Montevideo në Santiago të Kilit. Askush nuk e parashikoi përplasjen vdekjeprurse dhe luftën 72 ditore për mbijetesë që pasoi. Historia e tmerrshme e fluturimit 571, ku vetëm 16 prej tyre mbijetuan, është një prej atyre historive që na kujton se nga momenti në moment jeta mund të shndërrohet në një makt të vërtet. Kjo është historia e mbijetesës së pasagjerëve të fluturimit 571. Rasti i këtij aksidenti dhe peripecitë të mbijetuarve të tij është tashmë e njohur si mrekullia e Andeve. Odisea tragjike e pasagjerëve të avionit filloi me një ndeshje rugby. Shumica e pasagjerëve në bord ishin të lidhur me ekipin amator të rugbyt të quajtur Krishterët e Vjetër në Montevideo të Uruguayit. 19 lojtarët shoqëroheshin nga miqt, familjarët dhe mbështetësit e tyre. Skuadra po udhtonte për një ndeshje miqësore kundër skuadrës tjetër, All Boys Club, një ekip anglez me qendër në Santiago të Kilit. Fluturonin me një avion të certifikuar Fairchild Hiller 227 me kapiten Julio Cesar Ferradas dhe ndihmës pilotin Dante Hector Lagurara. Sipas raportimeve, Ferradas ishte një pilot me përvojë, me më shumë se 5000 orë fluturimi, duke përfshirë 29 udhëtime nëpër malet e Andeve, ndërsa ndihmësi i tij po praktikoi. Fluturimi u ngrit nga Montevideo siç ishte planifikuar. Megjithatë, moti i keq detyroi avionin dhe pasagjerët e tij të ulen dhe të kalojnë natën në Mendoza të Argjentinës. Ata u kthyen në transmetim të nesërmen dhe ndihmës piloti pa përvojë ishte në kontrollin e avionit. Të penguar nga erat e forta, pilotët morën një rrugë të domosdoshme për në Kili në formë uje përmes një kalimi malor për të shmangur majat e larta të Andeve. Por sipas raportimeve, pilotët filluan zbritjen e tyre shumë shpejt dhe nuk ishin në gjendje të pastronin linjën e sipërme. Të dy krahët dhe bishti i avionit u shkëputën menjëherë dhe trupi mbetur rrëshqiti nga mali me shpejtësi të madhe. 12 persona vdiqën në aksidentin fillestar, duke përfshirë edhe pilotin Ferradas. Pjesa tjetër e pasagjerëve pësuan lëndime në shkallë të ndryshme. Njëri prej tyre, Nando Parado, i cili luajti një rol kyç në mbijetesën e grupit, theu kafkën dhe ishte në koma për 3 ditë. Më pas, ai do zgjohej. Të tjerët, duke përfshirë ndihmës pilotin Lagurara, përfundimisht ju nënshtruan lëndimeve dhe kushteve të rënda atmosferike. Sipas rrëfimeve, ata që mbetën ndërtuan një mur të improvisuar të përbërë nga ndonjëset, bagazhe dhe fragmentet e avionit për të mbrojtur nga të ftohtit dhe erat e forta. Në vendodhjen e tyre, temperaturat ishin në minus dhe ajri në këtë lartësi bënte që gjatë qëndrimit të palëvizshëm të merrnin frymë me vështirësi. Për të shmangur dehidratimin, të mbijetuarit u detyruan të hanin borë, e cila ishte aq e ftohtë sa u diqte fytin. Në ditën e 4, grupi pa një aeroplan shpëtimi që fluturonte sipër tyre, por trupi i bardhë i avionit ishte i kamufluar në terrenin me dëbor. Në ditën e 10, ata dëgjuan në radion e tranzistorit të avionit se përpjekjet e kërkimit ishin ndërprer, duke i dhënë fund çdo shpresë për shpëtim. Më pas, një javë më vonë, disa urtëqe ranë dhe mbuluan trupin e avionit, duke bllokuar grupin e mbetur brenda. 8 pasagjerë të tjerë vdiqën, duke lënë 19 mbijetuar në një hapësirë të rahatshme vetëm për 4 veta. Edhe pse ata përfundimisht ishin në gjendje të gërmonin dhe të dilnin në sipërfaqe, të mbijetuarit tani u përballën me një kërcënim tjetër të afërt, atë të urisë. Në ditët e para pas aksidentit, të mbijetuarit ishin përpjekur të raciononin ushqimin e tyre, duke ndarë copa çokollate ose biskotash. Disa prej tyre u përpoqën të hanin copa lëkure nga bagazhet e grisura. Sipas dëshmive, ata përdorën gjithashtu metal nga rënojat për të krijuar një pajisje që të shkrinte borën, që më pas ta përdornin për ujë të pishëm. Por me burimet e pakta ushqimore në terrenin malor, ata u përballën shpejt me urinë dhe realitetin e tmerrshëm. Për të mbijetuar, do të përfundonin në trupat e pasagjerëve të vdekur. Disa antar të grupit, që ishin besimtar katolik, mendonin se do të shkonin në ferr nëse do të merrnin pjesë në kanibalizëm. Edhe duke menduar diçka të tillë, ne pyesnim veten nëse do çmendeshim. Shkroi Roberto Caneza në një nga kujtimet e tij. Mos ishim kthyer në gërsira, apo ishte kjo e vetmja gjë e arsyeshme që duhet të bënim? Realisht, ne po i kalonim kufijtë e frikës tonë. Si përfundim, grupi arriti në një marrëveshje të krijuar fillimisht nga një prej pasagjerëve që vdiq nga urteku i dëborës. Nëse një person do të vdiste, të tjerët mund ta përdornin trupin për të mbijetuar. Daniel Fernandez mori përgjegjësinë e tmerrshme të coptimit dhe të shpërndarjes së mishit. Kështu, afërsisht 2 muaj në kushtet ekstreme të Andeve, vetëm disa antar ishin në gjendje të mbijetonin, derisa moti përfundimisht filloi të përmirësohej. Në këtë pikë, Caneza, Parado dhe Antonio Vizitin ishin të vendosur të gjenin ndihmë për shokët e tyre. Përpjekjet fillestare për të eksploruar zonën përreth rënojave ishin të kota për shkak të kushteve të pafavorshme, duke përfshirë lartësinë e madhe
të ftohtin ekstrem dhe kërcënimin e verbërisë prej borës. Më në fund u ngrit një ekspeditë shpëtimi dhe treshja Kaneza, Parado dhe Vizitin filluan të stërviteshin për të përshkruar terrenin me të borë dhe për të rezistuar, morë me vete racione shtesë ushqimi. E dija se kur rodha hapin e parë për t'u larguar nga rënojat, nuk do të kthehesha më. Kjo ishte një ekspeditë kamikaze, bëri të ditur më vonë Parado në 2023-shin. Së pari, të tre gjetën pishtin e avionit dhe brenda në të valixhe të vogla me sasi ushqimi, si dhe veshje të ngrota dhe bateri. Ata përdorën këto të fundit për të vënë në përdorim radion e avionit dhe për të thirrur për shpëtim, por nuk ja dolën dot. Në ato momente ata kuptuan, ishte e qartë se ata kishin nevojë për ndihmë dhe atë do ta gjenin me forcat e tyre. Në ditën e 61 pas përplasjes, më 12 dhjetor, të tre u nisën për ata që ata menduan se do të ishte një udhëtim i shkurtër, rreth 5 kilometra sipërmaj së malit dhe më pas në luginat e Kilit. Ata ndoqën një shteg bazuar në informacionin e ndihmës pilotit pak përpara vdekjes së tij. Në vend të kësaj, Parado, i cili u afrua rrezikshëm hiperventilimit dhe dehidrimit, më në fund arriti në maj të malit dhe gjeti akoma edhe më shumë male, aq sa mundet të shikonte syri. Parado dhe Kaneza nuk pan zgjidhje tjetër përveç se të vazhdonin të ecnin. Roberto, vazhdo të ecësh. Këtë gjë nuk mund ta bëj vetëm. Le të shkojmë. Nëse kthehemi pas, për çfarë arsye duhet ta bëjmë? Unë do të vdes duke të parë në sy dhe se kush prej nesh do të vdesi pari. Kujton më vonë Parado. Vizitin u afroi atyre racionet ushqimore dhe u kthye pas tek të mbijetuarit duke shpresuar që shokët e tij të përfundonin udhëtimin e tyre. Sipas dëshmive, Parado dhe Kaneza udhëtuan për 10 ditë rresht, më shumë se 60 kilometra, duke parë përfundimisht gjurmët e baktive dhe një kuti konserve të ndryshkur, ndërsa udhëtonin për në Kili. Më në fund, ata ju afruan një lumi dhe në anën tjetër pan tre burra. Për shkak se ata nuk mund të kalonin, ata përdorën shënime të lidhura në një gur për të shpjeguar se çfarë kishte ndodhur në vendin e përplasjes. Burrat u hodhën copa buke dhe shkuan në stacionin më të afërt të policisë, i cili ishte 10 orë larg me mushk. Pak më vonë, helikopterët më rritën në Los Maitenes, një fshat afër lumit, dhe kishin me vete një skuadër shpëtimi. Duke përdorur harta, Parado gjurmoi rrugën mbrapa në vendin e rënojave dhe la me mosbesim grupet e shpëtimit për në vendngjarje. Me gjithë raskapitjen nga udhëtimi i tij, ai hipi në helikopter dhe udhëzoi ekipin e emergjencës tek të mbijetuarit e bllokuar. U nevojitën 2 rrugë me helikopter për të transportuar të gjithë nga mali, që do të thotë se disa prej tyre duhet të qëndronin tek rënojat akoma edhe një natë bashkë me grupet e emergjencës që ofronin ndihmë. Parado u dërgua në një spital në San Fernando të Kilit, por ai refuzoi të shtrohet. I kam kaluar me këmbë të gjitha andet. Nuk do të futem në këtë spital, tha ai. Shokët e skuadrës që mbijetuan u zhvendosën në një hotel në Santiago derisa u shuruan. Parado kishte humbur 45 kg, gati sa gjysma e peshës së tij fillestare. Nuk është as pak çudi që detajet e historisë së tyre u përhapën shpejt dhe i kthyen të mbijetuarit në të famshëm. Për 6 muaj nga do që shkonim, ishim të rrethuar nga gazetarë të shumtë. Bëri të ditur Parado, duke shtuar se disa të panjohur që ai takoi, madje ishin xheloz për përvojën e tyre. Trupat e 29 viktimave të aksidentit u lanë në vendin e rënojave. Për nder të tyre, aty sot ekziston një memorial. Kisha Katolike lëshoi një deklarat duke shfaqsuar të mbijetuarit nga çdo mëkat që lidhet me kanibalizmin, por detajet e tmerrshme të gjendjes së tyre nuk i penguan disa media të botonin rrëfime tronditëse për aksidentin. Filluan supozimet se antarët e ekipit e kishin shpikur vet historinë e Ortekut. Por autori i quajtur Piers Polred ndihmoi në përhapjen e së vërtetës me librin e tij Alive, Historia e të mbijetuarve të Andeve në vitin 1974. Mrekullia e Andeve mbetet një histori të rejse e vendosmërisë dhe trimërisë, veçanërisht domethënëse për ata që e përjetuan. Unë e dua jetën. Sa herë që marr frym është një mrekulli, tha Parado pas shumë vitesh. Nuk duhet të isha këtu, nuk duhet të flisja tani, por ja ku jam dhe marr frym.